vetëm 2 ditë, e dërguara me punë e SBA-ve në Tiranë, Nancy Van Horn, ka zhvilluar disa takime me zëvendës kryeministren Albana Koçiu dhe ministrat Enea Karakaçi, Besfort Lamalari, Ermal Nufi, Ferit Hoxha, Toni Gogu dhe Eriona Ismaili. Ambasada e SBA-ve njoftoi se Van Horn ritheksoi përkushtimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara në zbatimin e agjendës së Shtëpisë së Bardhë të Trump, eliminimin e plotë të karteleve të krimit të organizuar, bindjen e aleatëve të NATO-s për të respektuar angazhimin e tyre të Hagës për shpenzimet në fushën e mbrojtjes dhe marrëveshje të drejta për kompanitë amerikane që bëjnë biznes në Shqipëri. Porosia met mjaft e qartë, por arsyeja se pse po përsëritet kaq shpesh nuk lidhet me dëgjuesit e vëmendshëm, por për numrin 1 që e kanë nxehur prej 13 vitesh karrigen e betonuar. Ai ka emër dhe është kryeministrin Edi Rama. Pas një viti ftohje të plot me SBA-t, Rama shpërtheu nga deliri kur në adresën elektronike të tij mbërriti ftesa nga presidenti Donald Trump për të përfaqësuar Shqipërinë në bordin e paqes. Gjithashtu ardhja e vajzës së Trump në Vlorë mbi një investim të mundshëm në ishullin e Sazanit dhe në Zvërnec i dhan eufori akoma më të madhe kryeministrit. Në mesazhin e qartë të përfaqësueses amerikane, 2 janë sugjerimet: lufta ndaj karteleve dhe krimit të organizuar dhe mbështetja për kompanitë amerikane, sidomos në fushën e mbrojtjes. Rikërkesa tashmë e dukshme në 2 boshte, luftë ndaj krimit dhe kompani ndërkombëtare për investim në Shqipëri, janë të vetmet që Rama nuk mund t'i afrojë. Bota e krimit dhe oligarkia prej vitesh janë tashmë pjesë e qeverisjes. Pas planit të bën nga SBA-t, ka edhe një tjetër, që do jetë i fundit, por edhe fundi i qeverisjes Rama.